Dhe me që sot po flasim për njohjen e lahutës dhe eposit të kreshnikëve nga UNESCO, menduam që të risjellim një rrëfim që e kishim realizuar vite më parë me njërin prej lahutarëve të pakt që kemi në trojet shqiptare. Ne kemi shumë lahutarë që punojnë lahutën, por janë të pakt ata që dinë të luajnë dhe të këndojnë me këtë instrument të lahtë shqiptar. Njëri ndër ata të cilët luan dhe këndon me lahut edhe në ditët e sotme është Is Elez Muriqi, një personalitet i jashtëzakonshëm, i cili vite më parë na kishte folur për dashninë e tij të madhe që ka për lahutën dhe në të njëjtën kohë na foli për këtë brengën e tij të madhe që kishte të bënte me atë që brezat e ri pak e duan, por mbi të gjitha pak e njohin këtë instrument kaq të veçantë, të cilin tashmë e kemi edhe pjesë të UNESCO-s. Is Elez Muriqi është një emër i njohur për të gjithë ata që duan dhe çmojnë lahutën dhe traditat tona kombëtare. Baca Is është njëri nga pak lahutarë që kemi në Kosovë dhe jo vetëm. Me lahutën, këtë instrument tradicional, me këtë vepër arti arkaik, tradicional, që bart subjekte mitike të panteonit të lashtë ilirosh shqiptar, lahutari Muriqi thotë se ishte lidhur si fëmijë, ndoshta edhe më parë. Unë pesë më me digjon, kur i kom lënë 6 vjetë, 7 në thmija ma men, unë që të lahutë kom pasë në shpirë, në varën so. Edhe lahutës, sigur, lahutës mas shumë tit, gjithë ko kam përdorë shqiptar të lahutën. Vesh 3 verë uvës, edhe i lugut Gusnis, edhe Sanxhaku i pazarit, heret, edhe tash e përdorim, po tash tjetër gjumë. E kam përdorë ma shumë, pse vi kufitare. Vi malor, ven malor, nejat mazdarke, koha atër s'ka pasur tjera lojna veç lahuta, cismic, kapuqa, mahi, që so jënë kena në atë koha ato. E lahutën e kam përdor edhe për lufta. Lahutën kam pas me veti në luft, në front. Ato ka vërtetua dhe 6 fishta, që u ka qelë ka për lahutën. E kanë përdorë. Pse? Lahuta ka përdorë ato kongë që kër i kanë knu lahutarët, i kanë zamru njerëzit. Me lahutën e tij të vjetër, Baca Is pohon se ka performuar në shumë vende të botës, ku nga secili prezantim ka kujtime të bukura, por më i veçanti për të, thotë se mbetet njëri që kishte në Francë. Në Francë, mas 5-6 ditëve, na kishim si mes e kryym ato që ka patë në akademia ato, po, ma bon një lutje, studentat më shku një salë në komunë e 4 tire. Unë s'di në Parizi i madhë, 24 komune, po komune e 4 të thojshën. Një salë e madhe, studentat dojshin me pa, ishin qef me pa shumë studenta. Po mirë, po ku shku më aty një gazetare, unë e knojsha a ishe përkthyme edhe frangjisht edhe anglisht, frangjisht edhe gjermanisht ajo kongë. Robert Elisje ka pa përkthyja të rana. Ka vdek a i, po. Edhe unë e tyra lahus një gazetare sillet, po veç lahutën e një qezon. Unë e bret, nuk fotografo kur ka veç lahutën ka jera frujke kështu mangat, unë e ndërpreva edhe i thom, ish përkthyesi aty. I thom, qyre, unë ja hiqi këta, edhe si që këtu, është edhe mrena. Nuk ka mikrofon këtu. Mikrofoni o këtu. Menja më tërgon, unë i kalzoj. Me të patesa e pak nuk jerdë mirë, po. E më thanë të nashi, ata do profesora, do më thanë njësë, pse bon ashtu? Thash, ajo me ndoj ke që unë veç për e leviz gojnë, o ka kënon lahuta vetë. Që ajo mu ka ga mas interesant. Dikur lahuta dëgjohej me kënaqësi, por kjo ka ndryshuar shumë, dhe për lahutarin Muriqi, brenga më e madhe është fakti se çdo ditë më pak kemi të interesuar që të mësojnë këtë instrument.
ka pas shumë vullnes, kanë pas njerëzit me nigu lahutën. Edhe rinia së lema të moshurit, si femna, si moshkuj. Po mirë, po mas luftë, veç ma, gati që pak kush do me një, ma, i duket bajat, diçka. E mjallëshu lahutën diku në kërë petrive, thot, ty të kjerë në kodë gurit, kush e di, para epokët të kjeti.